Përshëndetje syve është shumë i rëndësishëm dhe pediatrët jemi të vetëdijshëm për këtë, sidomos trajtimi me kohë, trajtimi i hershëm bën mbrojtjen e dëmtimit afatgjatë apo komplikimeve afatgjate që mund të lajmërojnë. Për këtë jam shumë e lumtur sot që bashkë me ne në Horizonte Pediatrike është doktoresha Qendres Daka, specialiste oftalmologjisë dhe pedagoge në Universitetin Hasan Prishtina në Prishtinë. Mirë se ka ardhur doktoresh. Ju faleminderit doktoresha Valbon, është kënaqësi veçantë me diskutu për shëndetjen e syve tek fëmijët. Fëmijët e dim, sidomos për fëmijët e vegjël, të cilët janë me prematuritet, me lindje para kohe, që mund të lënë pasoja të themi prematuriteti, papjekuria e syve të fëmijëve, një sikur se prematuriteti apo papjekuria e organizmit të plotë të fëmijës. Dhe për këtë, pediatrit jemi të njoftuar, të vetëdijsuar që duhet me patjetër të përcillen nga oftalmologu me kujdes të veçantë. Besoj programi I cili ekziston është funksional ende mirë. Po doktoresh, si që jeni edhe ju të njoftuar, prej vitit 2017 në vendin tonë ekziston programi nacional për screening për retinopati të prematuritetit, ku janë disa kolega aty që e bëjnë këtë screening, të cilët janë të trajnuar për këtë punë edhe në fakt personalisht për mua është njëri prej sukseseve më të mëdha ndoshta në shëndetin e syve, të cilët fillojnë, qysh në lindje të bëjnë screeningun dhe pastaj të përcjellin në vazhdimsi derisa ata e vlerësojnë që do të thotë ka përfunduar zhvillimi normal I syve. Dhe edhe të trajtojnë në rastet kur e shohin të nevojshme. Në fakt, unë jam e befasur për këtij programit suksesshëm, kështu që së bashku me disa kolegë aty kemi mbledhur të dhënat edhe për trajtimin e këtyre fëmijëve dhe I kemi dërguar për publikim dhe shpresoj që së shpejti do të kemi edhe një publikim me të dhëna këtu prej programit të screeningut. Kanë qenë rezultatet e suksesshme të trajtimit deri tash? Po, ne kemi marrë të dhënat prej vitit 2020 deri në vitin 2024, programi ka filluar edhe më herët, mirë po prej atyne që kemi pa kanë qenë të suksesshme. Shumë mirë. Çka është në dorën tonë që të bëjmë si pediatër, që të vlerësojmë ose të ekzaminojmë të fëmijët e tjerë, të cilët nuk presim ndoshta një ndryshim që të ketë të syt apo të kenë një sëmundje të syve. Atëherë programi I screeningut të shikimit të fëmijëve ose të shëndetit të syve në përgjithësi ekziston në shumë vende, e cila fillon pikërisht me pediatrët, që nga lindja do të thotë I keni kontrollet e rregullta që I keni për ekzaminim të fëmijëve dhe në secilën prej atyne kontrolleve duhet të bëhet edhe ekzaminimi I syve dhe në momentin kur pediatri e shet të arsyeshme, atëherë ta ordinoj te oftalmologu, ndërkohë që kontrolla e parë të oftalmologu pritet direkte nëse pediatri nuk vren diçka më herët, diku në moshën 3 ose 4 vjeçare, varësisht edhe prej zhvillimit të fëmijët, kur ai është në gjendje që të na komunikojë qoftë simbole, disa fëmijë në moshën 4 vjeçare veç mund të na komunikojnë edhe ndonjë shkronjë ose numër, mirë po shumica prej tyre mund të na tregojnë figura të ndryshme në ato tabela për testimin e shikimit. Kurse deri në këtë moshë, do të thotë është detyrë e pediatrit që ta përcjell, do të thotë edhe zhvillimin të pamurit ose shikimit tek fëmijat. Tani kjo në faza të ndryshme, varësisht edhe prej zhvillimit të pamurit, bën ekzaminime të ndryshme, do të thotë në muajin e parë, kur mendohet që ende nuk është zhvilluar shikimit e fëmijët, duhet vetëm për shembull ta pyesim nënën se apo fikson fytyrën e saj ose apo na përcjell neve fëmijë, pastaj të ekzaminohet refleksi I bebzave që na flet, do të thotë që drita apo depërton dhe syri fotoreceptor po reagojnë, refleksin e kuq,
me pa që nuk ka ndonjë pengesë optike për depërtimin e dritës deri në retinë. Sigurisht edhe strukturat e jashtme, kapakët, me pa nëse ka ndonjë ptozë, konjuktivën, nëse është e skuqur, nëse ka lëtem, nëse ka ndonjë infekcion, pastaj kornejnë për të parë po ashtu nëse është transparente, sepse për zhvillimin e syrit është e rëndësishme stimulimi i saj. Njëjtë sikurse për zhvillimin e muskujve që ne bëjmë ushtrime në palestër edhe përdorim pesha të ndryshme për të zhvilluar muskujt, për syrin është e rëndësishme drita. Dhe si me thanë, depërtimi i dritës deri në fotoreceptor, që pastaj i bartin ato impulse dritës në impulse elektrike, në nervin e synit dhe përpunimi tyre në tru, është shumë i rëndësishëm në këtë moshë derisa zhvillohet pamja e plot. Prandaj pediatri ka një rol kaq të rëndësishëm këto. Po them në mujt të ndryshëm me përcjell zhvillimin ashtu si pritet edhe zhvillimi i syrit. Tham fillim e kemi vetëm fiksimin, më vonë dikur muajin e 2, 3 lëvizjen, me përcjell lëvizjen e syve, pastaj kur fillon për shembull muajin e 5 të zhvillimi i pamjes binokulare, koordinimin në mes të dy syve, e përcjellim atëherë koordinimin e dorës me syt të fëmijëve, fillon me i kap gjanat, dikur ma vonë moshën 6 ose 7 muajsh fëmijëve se fillon të orientohet në hapësirë, që do të thotë që ka fillu të zhvillohet edhe pamja e thellësisë ose 3D ose perceptime. Dhe kjo pra gradualisht, sikurse bëhen edhe vëzhgimet për zhvillimin e sistemeve tjera, mund t'i bëj këto gjëra edhe pediatri. Sidomos stimulimi me dritë ko ka shumë interesant se kam mendu. Është nështa të këshillohet prindit që fëmija të kaloj kohën në dritë natyrore, që të ngacmohet për mu zhvillu ma mirë? Po, kjo në moshat, tani si që dini, në këtë botën moderne është bërë një problem shumë i madh miopia, ose do të thonë mosdallimi i dëmtimi i shikimit për larg. Dhe kjo pikërisht për shkak të asaj që fëmijët sot rrinë shumë mbyllur, rrinë shumë në ekrane, dhe nuk kanë, do të thonë, stimulimin e mjaftueshëm prej dritës së diellit. Prandaj njëra prej masave parandaluese për zhvillimin e miopisë është pikërisht kjo që fëmijët të qëndrojnë sa më shumë jashtë. Të paktën 2 orë në ditë rekomandojnë të gjitha shoqatat profesionale që fëmijët të qëndrojnë jashtë për të shmangur s'pari zhvillimin, pastaj dhe progresionin e miopisë. Do të thotë fëmijët të cilët kanë tendencë me qëndru, kanë rrezik për miopi, edhe ata po duken edhe egzaminime me bo patjetër në mënyrë që edhe mu këshillu për të pamërit ma tutje, nëse nuk dalin jashtë, po. Kjo të fëmijët ma të rritur, kurse të fëmijët ma të veçëll jemi të folë për amblopi, nëse syri nuk stimulohet, ka probleme në dëpërtimin e dritës, për arsye të ndryshme, qoftë gabime refraksionit, qoftë mos transparence kornes, ose far katarakte, apo ptoza, atëherë mbetet sy ambliop, që faktikisht nuk e ka asnjë problem patologjik, mirë po thjesht nuk është stimulu edhe nuk është zhvilluar pamja. Po kjo është një fatkeqësi e madhe, nëse nuk është stimulu edhe ka ndodhur atëherë me të vërtet kjo duhet, kështu që patjetër këshilla që mi lënë fëmijët në dritë të diellit, një kohë pak më të gjatë, mu stimulu që ka shumë e rëndësishme. Edhe për syt, jo përveç për të tjera që ne i promovojmë ato. Disa ullumtime që në bëjnë në Amerikë, në mësë shumë se 4.000 fëmijë, ka dalë që prej 5.000 të lindur gjallë, 4 prej tyre mund të kenë në fakt, një prej tyre mund të ketë ndryshime smundje të syve, të llojeve të ndryshme. Dhe prej tyre 0.5% mund të jenë raste me dëmtime refraktare. Dhe më intereson si mujmë ne me dallu një fëmijë se ka çrregullime refraktare. Ndoshta mujnë më konë të leta, po që ato të letat me i gjetë me kohë që mes më progredu i shkojnë e rëndësishme.
Çrregullimet refraktare është për shembull kur fëmijët në rastin e miopisë prapë pëndojnë sepse është një patologji që me të vërtetë është tu e prek globin epidemi. Ne në fund të muajit të shkurt e kemi një takim në Gjenevë me disa, domethënë, ekspert prej kontinenteve të ndryshme ku do t'i bëjmë domethënë ultrafysit e ri për miopi. Kështu që mund të me kuptu se sa problematike është kjo çështje, mirë po edhe anomali tjera të refraksioni, qoftë hipermetropia ose astigmatizmi shkaktojnë vështirësi te fëmijët jo vetëm në zhvillimin e tyre intelektual themi ose akademik, por në përgjithësi edhe në inkuadrimin e tyre në sport apo socializimin e tyre, sepse kur nuk e ka shikimin e mirë, frigohet që nuk po e njeh dikand edhe që po gabon ndoshta nëmër ose e lemu mos themi për sport apo për mësime që vështirësitë janë më të mëdha. Disa prej shajave tjera është që domethënë ja afrojnë afër. Pastaj nëse për shembull kemi ambliopi në një sy e kthejnë kokën nga syni që po sheh, apo syri dembel, ai sy që nuk përdoret, le të themi, që truri e abstrahon për shkak që nuk e ka figurën e mirë, domethënë nuk e ka shqimin e drejtuar, andej ka shikimin me syrin simetrik. Pastaj fërkimi i syve, lodhja, fëmijët ankohen që kanë lodhje të syve sepse akomodojnë shumë duke u mundu që me fokusu objektin. Kështu që do thotë sepse atë punë që kish me bu gjami e bën muskule. Dhe këto janë disa prej shajave të cilat na tregojnë që fëmiu ka probleme me shikim. Ta përmend një rast nga puna e me klinike, një fëmijë më i vogël se 1 vjeç. Edhe vazhdimisht prindërit kur kanë sjell të lutem shpejt qërë se peqon shumë, vajza ka qenë shumë e shqetësuar, gjithmonë në kontrolla. Edhe Akademia Amerikane e Pediatrëve rekomandon një herë në vit bëhet kontrolla oftalmologjike, pikërisht për shkak të në mesmetik raste. Edhe ata kanë fut në rutina çdo vit një kontroll të oftalmologu. Edhe prindjet çajnë në fund vitit parë një kontroll të oftalmologu, del se ka dioptri shumë të madhe. Me sa mbaj man 5 ka qenë. Edhe vajza kur ka ardhë mandej me syze, ajo ka qesh, u kojnë as një pik, as ka qajt, ka komunikuj normal, ka bashkëbisedu bile, mandej nështë aje njefke pak rëthojnë ata të që shuar gjithmonë, shumë e lumë të rukojnë. Edhe kjo ka qenë një dhimbje e madhe të më drejtën për mu, qysh me kohë nuk e kom gjetë, se kom pa ma heret që mi qua dhe nështë edhe ma heret se 1 vjetë, në mënyrë që mi abo jetën më atletë vajzës, mes mi bo që ashtu të frigune kudo që ka shkua, jo. Po, apet Fatimir 1 vjetë. Në moshën, do më thotë, është e rëndësishme që të zbulohet sa më herët, po gjithsesi para moshës 7 vjeçare. 7-8, sepse atëherë mendohet që përfundon procesi i zhvillimit të pamërit. Do më thonë, shqisa të pamërit është një shqis që na i marim pothuajse 90-95% të informatave. Dhe kështu që sigurisht edhe në rastin e pacientit që t'juj, po edhe tonin të përditshëm, dhe thotë të pamërit e mirë, na ndihmon të zhvillojmë potencialin e plot. Po. Edhe u pa që shumë ka qenë pasiguria e saj që ka qajtë, se nuk ka qenë zhvillimi në problem tjetër, po vitë s'ka pa. Shumë elementare. Shumë elementare. Për sëmundjeve të tjera doktoresh që i hasim të fëmijët, cilat që janë që nështë rëndësishme mu përmend? Te fëmijët kemi shumë konjunktivite, inflamacionet konjunktivës të syrit, me natyra të ndryshme, qoftë me natyrë allergjike, që gjatë sezonave, Aparecitën allergjike edhe në moshë ma të vogël, ose në cilën moshë ma shumë i mi prit këto allergjike? Po, dikur moshën 4-5 vjeçare veç fillojnë me në ardhë ma shumë, se pastaj edhe fëmijët, si me thonë, i kanë edhe ankesat, edhe dalin jashtë po. Ndërka që konjunktivitët si inflamacione
kështu si infeksione mund të më paraqit që shpej lindjes, e deni konjunktivitin neonator, muajin e parë, që është shumë e rëndësishme me detektu gonorenë ose klamidjen, këto infeksionet të cilat mund të mi marë fëmiju gjatë lindjes, dhe që është e rëndësishme me u trajtu edhe me terapi sistemike, për shkak të rrezikut të përhapjes dhe infeksioneve, në qëse është gonokok ose klamidja. Problemi tjera çfarë është kjo mbyllja e kanalit nazolakrimal. Në fakt, kanali nazolakrimal është membrana e asnerit, është atë, mirë po, të shumica fëmijëve hapet pas lindjes kur fëmijët qajnë. Po të një pjesë e tyne mundet me ngel e mbyllur për një kohë ma gjatë, dhe pastaj prind vine dhe thonë që vazhdimisht po i lëton syne, dhe në këtë rast kemi edhe infeksione ma të shpeshta të ta. Patologji tjera, katarakta kongenitale, po ashtu është një problematik që nuk është shumë e shpesht, mirë po që është e rëndësishme mu detektu herët, sepse si që thamë nëse trajtohet me kohë, ja mundëson zhvillimin e procesit të pamërit. Glaukoma është një patologji tjetër, e cila fatmirësisht është edhe ma e rrallë, shumë ma e rrallë, sepse glaukoma kongenitale shkaktari numër 1 është këto martesa të prindve kur janë konsanguinitet, martesat e lakëve, shërive. Kështu që është, do me thonë, është tipike për regionet caktume të botës ku ekziston kjo kulturë. Për ndryshë cilka kesh me qenë shej glaukomës që na muj me ndune, që është që kjo... Lotimi i synet, syni kornea ma e madhe në fakt, duket, sepse sklera edhe kornea të fëmijët janë ma të buta, kështu që presioni ma i madh ndikon që syri mu rrit. Duket syni madh. Po, duket ma i madh, edhe fëmijëve ju pengon drita. Për shkak të edemës korneas, do me thonë e mshefin kokën pe dritës. Po. A skuqet, doktore? Edhe skuqet, po, edhe skuqet. A është të dy syt, apo është njëri ma shumë? Glaukoma jo, mundet me qenë vetëm në njërin sy, në shumicën e rasteve në njërin sy. Në njërin sy, do të kur kemi sidomos ndryshi njërin sy për tjetër, të duhet mendojmë pa tjetër për matjet shtypjes. Edhe shtypja më matë e fëmijët nuk ka problem. është sfidë nështë ta për shkak të moshës. Në fakt, rekomandimet e shoqatës evropiane të glaukomës edhe asaj botnore është që fëmijët kur ekzaminohen për glaukom, të ekzaminohen në një përgatitje superiore. Në fakt, në Evropë janë 2-3 qendra të cilat e bëjnë këtë punë, për arsye që duhet të ekzaminohen në anestezion të përgjithshëm, dhe me qëllim që fëmiu të mos hyjë 2 herë ose 3 në anestezion nëse ka nevojë të intervenohet, atëherë duhet të jetë aty edhe kirurgu pediatrik për glaukom, edhe anestezioni, edhe të jetë e gatshme që të merren edhe analizat për teste gjenetike. Kështu që është një përgatitje goxha superiore ose terciare. Në mënyrë që më zgjidhë mirë. Edhe zakonisht shkojnë me sukses, nëse me kohë gjendet, detektohet, ekipi është profesional? Jo si kurse gabimet e refraksionit, ose strabismi, ose amblyopia, për cilat folëm më herët, të cilat nëse i detektojnë kohë në shumicën e rasteve, mrihet, do të thonë, potenciali i plotë i funksionit synet. Në rastin e kataraktave kongenitale ose glaukomave kongenitale, apo edhe glaukomave tjera të fëmijë që mundën u zhvillu ma vonë për arsye të ndryshme, nuk mundemi me prit rezultatin maksimal, po gjithsesi shumë më mirë se sa të mos trajtohet fare. Po, keni drejt. Përmendëm edhe problemet refraktare të fëmijët, po tash te mosha shkollore ka shumë ulëmtime që tregojnë diskrepanca të mëdha në performancë. Qysh ndikon mungesa e shikimit të mirë në performancën mësime të nxënësit? A keni një program në Kosovë ose informata për Kosovë, qysh është kjo? Jo, nuk kemi informata, në fakt
Tani kështu, uja u përmenda këtë takimin që do ta kemi në Gjenevë në muajin shkurt, në vende të ndryshme ta zëm në Singapur. Mendoj që deri 90% e fëmijëve kanë miopi për arsye që kërkesat e tyre për mësime janë më të mëdha. Sa që në disa vende të Azisë tash janë rekomandimet që edhe shkollat mos kenë mure, po të jenë me gjama që të depërtoj sa më shumë drita natyrale. Në vende të tjera, sistemi shkollor është i organizuar ndryshe, në Finland, ku është më shumë përmes lojës, apo fëmijët dalin më shumë në natyrë për të mësuar. Prandaj edhe përqindja ndron prej vendit në vend. Edhe performanca gjithsesi që po mendoj miopia gjithsesi që ka ndiku në performancë nëse nuk është trajtuese. Nëse nuk është diagnostifikuar. Ndikon në përgjithësi. Fatkeqësisht ne nuk kemi të dhëna këtu për Kosovë. Vitin e kaluar së bashku me organizatën Toka, që shfrytëzoj rastin mi përshëndet, për gatishmërinë që kanë ofruar. Ne kemi mbajtur një trajnim me arsimtarët, ata i kanë disa klube vullnetare të arsimtarëve për detektimin e miopisë, do me thonë për derisa nuk e kemi një program nacional, ata i kanë formu tabelat, kështu me letër të bardhë, kanë testu mënyra të ndryshme. Mësuesit i kanë arsimtar. Do më të një pas këtë përgatit arsimtarët, për mi testu fëmijët, kjo hala shumë e mirë. Po. Edhe pastaj ata fëmijë që i kanë vrej që kanë pas vështërsi, atëherë kanë referu, edhe mënyra se si funksionon të kjo organizatë është shumë, do me thonë, prej se cilës punë që po e bojmë edhe vullnetare, po mësojmë diçka që po na shërben neve me bo diçka dhe ma të mirë të ardhmen, është që këto klube pastaj kanë organizu aktivitetet të ndryshme. Ta zë një klub ka lidh një marrëveshje me një ambulancë specialistike të syve ose me një optik, ku pastaj i kanë referu këta fëmijë për kontrolla më të detajume. Një klub tjetër ka përgatit fletushka të cilat i kanë doa me prind. Një klub tjetër kanë mbledh tolla për me ble syze për fëmijë. Nuk i kam të dhënat përfundimtare, sepse kjo ishte vetëm një pjesë e aktivitetit të me shënu ditën botërore të syve vitin e kaluar. Po, do të thonë, prej feedbacku që ka marrë prej Tokës është që një numër i konsiderueshëm i fëmijëve janë detektu, sot mbajnë syza, janë shumë të lumtur, janë përmirësuar sukseset në shkollë, kështu me radhë. Do të thotë, mendoj se në program duhet më konë edhe përfshirë jo veç mjekët, jo veç pediatrit, po edhe mësues që me... Tani, kjo do të ishte një pyetje për Ministrinë e Shëndetësisë. Po, me nxit diçka. Sikur të kishim një program nacional të referimit, atëherë mendoj se do të mjafton të kjo që thamë, pediatri... Me vlerësu, që se vje të pediatri. Edhe pastaj noshën të paktën para hymjes në shkollë, me qenë e detyrush me shku fëmijët për atë kontrollën komplete. Po, kjo ka qenë vetëm një iniciative imja që kom hasë mirëkuptim prej organizatës Toka për me bë diçka. Sepse të pamurit, nuk është tash këtu vetëm të pamurit qëndror, ka shumë aspekte i denit të pamurit, të cilat janë mirë me i detektu të fëmijët, sepse pastaj u ndihmon atyne që ta zgjedhin profesionin në të ardhmen. Ta zëm po jam me ngjyra. Se tash ne kemi bërë dhe punë të ndryshme. Ka person që ndoshta të gjithë jetën e tij ka ndru të bëhet polic, mirë po pastaj e ka pa që nuk i dallon ngjyra, që është një test i detyrueshëm për atë profesion. Sigurisht, deri që ata nuk e ka ditë që ka pas dhe raste të tilla. Që është e dhëmshme. Apo profesione tjera ku e di unë pilot, dizajner, ka domethënë profesione caktuar që kërkojnë dallim shumë delikat të ngjyrave.
Pastaj është pamja periferike, fushat pamurit, dallimi kontrastit, perceptimi thellësisë që tham, kur... E këto janë egzaminime që i bën ju në ato egzaminimet rutinore? Jo rutinore, kur ka dyshime. A veç kur dyshime? Kur ka dyshime, atëherë oftalmologët pediatër që janë të një klinik, që merren më shumë me fëmijët, i bëjnë edhe egzaminimin e thellësisë të pamurit, ose të pamjes me ngjyra. Është doktoresh problem mi bu këto egzaminime masi fëmijët ai përcjellin urdhnat edhe në mosha më të vogla kur a duhet egzaminime me aparate speciale, me pika, tani më varet si ju jeni pediatre vetë, si vendoset relacioni me fëmijën. Sigurisht ata oftalmologët të cilët punojnë më shumë me fëmijë e kanë zhvilluar edhe këtë shkallësi të komunikimit më të përshtatshëm me fëmijë. Ama aparaturat janë të njëjta, domethënë i përdorni të njëjta të aparatura apo janë speciale veç për fëmijë, me ato masat që i bëni? Jo, shumica janë përveç skiaskopia që përdoret më shumë te fëmijë, është një matje e refraksionit, një metodë që përdoret më shumë te fëmijë, shumica aparateve tjera janë të njëjta. Nuk i keni të veçanta për fëmijë. Sfidë e madhe e prindërve, zakonisht kur vinë është çish mi bë fëmijët mi majt syzat. E di tash kanë dalë do të buta, kanë dalë lloj-lloj të leta, të bukura. Po prapë fëmia e ka shumë problem. Qysh me i bo fëmijët me i mbajt syzat. Mundemi për shembull më tregu karaktere të cilat atyre ju pëlqejnë. Po. Ka prej filmave të animum deri te e këngëtar tinejdgjera ose artistë të cilat bojnë syza ose të cilët bojnë syza edhe mundemi m'ju thonë. Pastaj syzet me detaje që fëmijët i pëlqejnë. Sa mi është edhe veç ajo që pëlqen më mirë. Edhe vetë fakti që pëlqen isha më mirë e bojnë. Një familje i shtin me majtë, veç kur njihen më mirë. E përmendëm natyrën e refleksin e dritës, po tash edhe një term që përdoret është shikimi digjital, përdorimi i ekraneve, sa po ndikojnë? Përveç refraksionit miopin që e përmendet? Në fakt, kjo është shumë problem. Rekomandimet e shoqatave të oftalmologëve, pediatrëve, ne ju themi kështu, oftalmolog pediatër, pediatrik, është që gjatë vitit të parë mos me u ekspozu fare para ekranit. Mundet me u ekspozu nëse për shembull është një familjar larg edhe dojmë me thirrë mi treguese diçka për kohë të shkurt, po mbikëqyrje të prindit. Pas vitit parë ndonjë aktivitet edukativ bashkë me prindin, po shumë shkurt. Fare, pothuajse sa më pak, po nëse është një këngë ose një diçka që fëmiu e pëlqen, mundet. Vitin e dytë deri në 5 vjeçare dikur 1 orë në ditë. E pastaj pas moshës 5 vjeçare veç mundet pak më gjatë. Po që nuk ndodh fatkeqësisht. E di vetë prej fëmijëve të mi është një sfidë e jashtëzakonshme, mirë po këto janë rekomandimet, po të paktën nëse veç shiqohet ekrani, se tash dojmë me pa filmat animum, me u shiqu televizori, jo fokusimi afër, mandej me qenë dhoma e ndriqume, edhe gjithsesi të paktën 2 orë jashtë. Edhe dritë natyrale. Pavarësisht se duhet edhe për më dhe jashtë me dalë. Në qoftë se bashkë rrenë me telefon, pjesën tjetër mi detyru me dalë jashtë. Po, shumë. Qëta mi dalë jashtë duhet pa tjetër mi apliku. Trajtimet janë që to syzat klasike, të operimet kur ka nevojë. Ka diçka të re që sillet për fëmijë, ndoshta që për fëmijë tash për miopi, inovacionet. Janë disa gjama special, të cilat 2-3 viteve të fundit, domethënë veç kanë fillu me dalë studime që kanë efekt. Nuk e di nëse i kemi të pranishme në vendin tonë, me qenë se unë punoj në qendër klinike dhe nuk di, domethënë. Përveç këtyre gjamave special, mendohet edhe procesi i atropinës holluar, 0.001% në mbrëmje, e cila e zgjeron bebzën,
për me parandalu që të farë akomodimin edhe shkaktimin e miopis, mirë po në anën tjetër nuk interferon mëngjes me proceset e fëmis. Funksionet. E kjo dhe të fëmijët të cilët s'kanë probleme fare? Jo. Veç kush ka probleme? Jo, janë rregullat specifike, dhe më thonë progredimi i miopis mbi disa dioptri sferike, atëherë ordinohet. Po. E këto gjama, doktore, çfarë dallimi kanë? A kanë ndaj ngjyrë, kanë ndaj... Jo, nuk është, i kanë... është një material tjetër, nuk po më kujtohet për momentin emrin si thirrët teknologjia, po janë kështu gjama të patentuara, i kanë si disa vrima të vogla në gjamë të cilat ndikojnë pastaj e pengojnë që të progresionin e miopisë. Doktoresh, nëse ki mesazh diçka për pediatrit, për prindërit eventualisht që të kenë kujdes për syt? Për prind mos me i neglizhu, do me thonë, ankesat e fëmijët, nëse fëmiu thot që po i dhem koka ose që i afrohet afër ose gjëra të tilla, që zakonisht edhe nuk i neglizhojnë. Mirë po edhe për pediatrit edhe për prindrit më u dhon këshilla që sa më pak me ndajt në ekrane, edhe sa më shumë lojë në natyrë. Doktoresha Qendrej, shumë faleminderit për gjithë këto informata të rëndësishme për ne.